Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka pranuar kërkesën për gjykim të shkurtuar për kryebashkiakun e Shkodrës Benet Beci dhe 6 të pandehurit e tjerë akuzuar për shkeljen e barazisë në tendera. Çështja lidhet me një procedurë prokurimi publik me vlerë 68 milion lekë zhvilluar gjatë kohës kur Beci bante detyrën administratorit të korporatës energjitike shqiptare. Përveç Benet Becit, gjykimi i shkurtuar u pranua edhe nga Adela Rukan, Edlira Mitrushi, Jonit Kazanin, Ylkan Nishkun dhe Rudin Gjoni. Ndërkohë për të pandehurin Premtim Dauti, trupi gjykues vendosi ndarjen e çështjes duke bërë që ai të gjykohet me procedurë të zakonshme. Seanca e radhës është caktuar me 14 shtator. Në këtë seancë prokurori Spaku Dritan Preçi pritet të paraqesë konkluzionet përfundimtare për të pandehurit që po gjykohen në procedurën e shkurtuar. Pas kësaj faze, gjykata do të vijojë me shpalljen e vendimit për çështjen. Gjatë seancës së zhvilluar në GKK, të gjithë pandehurit me përjashtim të Benet Becit si dhe avokatët e tyre mbrojtës kërkuan pushimin e çështjes duke argumentuar se mund të zbatohet ligji për amnistin. Sipas tyre, depozitat e këtij ligji parashikojnë përjashtimin nga ndjekja penale për veprat e kryera deri më 31 maj 2026, kur ato dënohen me jo më shumë se 3 vite burg. Nga ana e saj, prokuroria e posaçme bëri të ditur se do paraqes një qendrim të argumentuar me shkrim mbi këtë kërkesë në seancën e ardhshme. Trupi gjykues njoftoi se do të shprehë të lidhur me kërkesën për amnistin dhe vendimin përfundimtar. Benet Beci është aktualisht kryebashkiak në detyrë i Shkodrës, i zgjedhur në zgjedhjet vendore të vitit 2023 si kandidati i Partisë Socialiste e cila drejton qeverinë e kryeministrit Rama. Dosja për të cilën ai po gjykohet lidhet me periudhën kur drejtonte Keshin dhe jo me ushtrimin e funksionit të tij si kryebashkiak. Pranimi i gjykimit të shkurtuar është një proces që do zhvillohet pas shqyrtimit e plot gjyqësor të provave, ndërsa në rast të një vendimi fajësie të pandehurit që përfitojnë nga kjo procedurë mund të marrin ulje të dënimit sipas parashikimeve të kodit procedurës penale.